Mediat gjermane vjojnë ta vendosin në lup qeverinë e Edi Ramës. Këtë herë është revista e njohur Der Spiegel, e cila I kushton një analizë të gjatë dhe kritike projektit miliardash të lidhur me Jared Kushner dhe Ivanka Trump në Sazan dhe në zonën e Zvërnecit. Në qendër të shkrimit janë pikpyetjet mbi mënyrën se si projekti ka përparuar ndryshimet ligjore që prekën ndërtimet në zonat e mbrojtura, statusi I investimit strategjik, konfliktet e vjetra të pronësisë në lagunën e Nartës dhe hetimet e SPAK që prekin një prej ish pronarëve të tokave të përfshira në marrëveshje. Spiegel ndalet veçanërisht tek roli I Ramës, duke kujtuar se kryeministri drejton edhe strukturën shtetërore që ka fjalën e fundit për investimet e mëdha dhe projektet strategjike. Revista gjermane vendos projektin në një kontekst më të gjerë, atë të problemeve të Shqipërisë me pronësinë, korrupsionin dhe funksionimin e shtetit ligjor. Artikulli I ploti Der Spiegel përshtatur nga pamfleti. Një projekt miliardash në jug të Shqipërisë është kthyer në një nga çështjet më të debatueshme të muajve të fundit, duke bashkuar në të njëjtën histori emrat e familjes Trump, kryeministrin Edi Rama, ishullin e Sazanit, lagunën e Nartës dhe hetimet e SPAK. Historia nis disa vite më parë kur Ivanka Trump dhe bashkëshorti I saj Jared Kushner po lundronin me jaht pranë brigjeve shqiptare. Për atyre u shfaq ishulli I Sazanit. Çifti notoi drejt tij dhe sipas rrëfimit të Ivankës, u ngjit këmbëzbathur në kodrat e ishullit. Nga aty ajo pa në kontinent lagunën dhe plazhet përballë. Për Ivanka Trump, ai moment ishte I mjaftueshëm për të menduar se aty mund të ndërtojë një projekt I jashtëzakonshëm. Sot, disa vite më vonë, projekti është ndërruar në një plan gjigant turistik me një vlerë të parashikuar prej rreth 4 miliardë eurosh. Planet për Sazanit parashikojnë një resort luksoz me vila, bungalow, fasada xhami, marina për jahte dhe pishina panoramike, por projekti nuk ndalet vetëm në ishull. Në zonën përballë pranë Zvërnecit dhe lagunës së Nartës janë diskutuar edhe një qendër mirëqënieje, park ujor, fush golfi, marina dhe rezidenca luksoze për mijëra persona. Pikërisht këtu ka nisur përplasja. Sazani është një ishull shtetëror, ndërsa zona përballë tij është një prej territoreve më të ndjeshme nga pikpamja natyrore dhe pronësore. Laguna e Nartës shtrihet në një ekosistem me biodiversitet të jashtëzakonshëm, ku jetojnë mijëra flamingo dhe specie të tjera të rralla. Për protestuesit, ky nuk është thjesht një projekt turistik, është simbol I mënyrës se si, sipas tyre, toka dhe pasuritë publike mund t'u kalojnë investitorëve të fuqishëm. Kështu lindi dhe ajo që është pakzuar si revolucioni I flamingove, që prej fillimit të verës protestuesit janë mbledhur në Tiranë, duke vendosur flamingo prej kartoni në shenjë kundërshtimi. Protestat janë përhapur edhe në qytete europiane, ku jeton diaspora shqiptare. Në qendër të kritikave është Edi Rama, I cili e ka mbështetur publikisht projektin dhe si kryetari I Këshillit Kombëtar të Territorit ka një rol të rëndësishëm në miratimin e projekteve strategjike. Ndërkohë në vitin 2024, Shqipëria ndryshoi ligjin për zonat e mbrojtura, duke lehtësuar zhvillimin e disa projekteve në territore të ndjeshme. Në fund të ati viti, projekti mori statusin e investimit strategjik. Qeveria ka mohuar se ndryshimet ligjore janë bërë posaçërisht për projektin e Kushner, por problemi më I madh shpërtheu kur projekti u shtri edhe në tokat përballë Sazanit. Këtu nis një histori ndërlikuar pronësie që zgjat prej dekadash. Pasardhës të familjeve të shpronësuara gjatë periudhës komuniste pretendojnë pronësi mbi sipërfaqe të mëdha toke pranë lagunës së Nartës. Dokumentet, vendimet gjyqësore dhe pretendimet e ndryshme kanë krijuar një situatë ndërlikuar juridike. Një prej personave të përfshirë në këtë histori është biznesmeni Artur Sheu. Sipas materialit, familja e tij ka pretenduar prona në zonën e lagunës. Të mëpas toka është shitur tek investitor nga Katari, por në qershor çështja mori një kthes edhe më të fortë. SPAK njoftoi rezultatet e një hetimi 5 vjeçar ndaj një rrjeti ndërkombëtar të dyshuar për trafik kokaine dhe pastrim parash. Urdhëruan masa sigurie për 20 persona dhe mes tyre ishte edhe Artur Sheu. Sipas hetimeve të cituara në material, disa prej të dyshuarve dyshohet se kanë pastruar parat përmes investimeve në prona dhe projekte ndërtimi. Kjo e bëri edhe më të fortë debatin për projektin. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se nuk ka prova që Jared Kushner apo Ivanka Trump të jenë të përfshirë në veprimtari kriminale. Përfaqësuesit e tyre kanë deklaruar se supozojnë që blerja e tokës është bërë në mënyrë të ligshme dhe se do të respektojnë çdo procedurë ligjore. Madje partneri I biznesit të Kushner ka deklaruar se nëse provohen veprime të paligjshme lidhur me tokën, investitorët do të riqen nga kontrata. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare këmbgul se hetimet ndaj një ish pronari nuk përbëjnë bazë ligjore për anulimin e projektit. Edi Rama ka qenë ndër mbështetësit më të fortë të investimit, ndërsa kritikët e tij e shohin projektin si shembull të një modeli ku pasuritë natyrore dhe bregdeti shqiptar u ofrohen investitorëve të mëdhenj dhe kështu ajo që nisi si një shëtitje me jahtë dhe një pamje romantike e Sazanit sot është kthyer në një betejë politike, ekonomike dhe ligjore. Në një rënanie janë miliardat, resorti luksoz dhe premtimi për një destinacion turistik të klasit botror. Në anën tjetër janë protestuesit, flamingot, zonat e mbrojtura, konfliktet e pronësisë dhe hetimet e SPAK. Dhe pyetja që mbetet është nëse Sazani dhe bregdeti përballë tij do të zhndërrohen në një nga resortet më luksoze të Mesdheut apo në një tjetër projekt gjigant që do të përplaset me realitetin e pronësisë, ligjit dhe politikës shqiptare.